Vaj shumë negativisht. Unë si biznes kena pas regresione, po krejt, që shë edhe krejt prej datës 13 mars nave që na mbyll, unë komplet gastronomia në Kosovë, edhe po bojnë 2 muaj gjysë që s'kena punu. Na si biznes dhe s'kena pas tyra, punëtorë gjithashtu kanë metë në për shtëpia, që i bjen një numër i madh me konë, nëse folet për këtë gastronomin, kështu që të shohim gjysë sezoni na ka shku, unë pranë vera koha gati më e mira, ka shku dëm, po me që ka qenë globale dhe ka qenë për krejt, na kena dasht edhe prej fillimit na konë shumë bashkëpunus me qeverin. Në momentin që ata kanë bu kërkesë për mi mbyll lokalet, na i kena mbyll më njerë, edhe kemi prit deri tash, sot kena startu, tash të shohim çka po ndodh. Po me aq sa ka takat shteti jonë, ka qenë po më ne mjaftueshëm, na si biznes s'është që kena marrë, po punëtorët po. Domthonë një falënderim për shtetin që na ka ndihmuar, domthonë ka 170 euro ka qenë për staf, plus gjysën e qiras na ka ndihmuar, edhe plus po pritet tash me një pako 3 për dikon 6 muaj, domethënë më na ndihmuar gjysën e rrogave për staf, që është shumë e mirë. Jo, na si Krem Vakrem nuk e kemi hap me take away, për shkak që shpenzimet janë shumë të mëdha edhe nuk është se njerëzit kanë dalë shumë, kështu që na se kena praktikuar me punu me take away, e kemi prit tamam fazën e fundit, domethënë me sot me një qershor për me hap tamam me fillu me punu. Stafi është i njëjtë, domethënë nuk kam reduktu numër në staf, se kom hekër kënë. Qysh ka qenë dita sot, jo si zakonisht, po mirë. Njerëz po shihet që po dalin, ka nis me livrit, u bënë 2 muaj gjysmë mshele dhe normal që është pak e vështirë me përballu me nejt mrena, kështu që po shoh që po livritin, po dalin, po normal që nuk është intensiteti si kur kemi qenë para pandemisë. Rregullat janë qëto që na i kanë caktu, domethënë është 1 metër e gjysë distanca, është maska me pas stafi, dezinfektues lokal, me ju tregu njerëzve që mi 4 veta nuk mund të me një tavolinë, domethënë dezinfektim i menyve, i këtyre senave, qëto janë rregullat që na po munduam me i majtë.